Fikri, lutem pak më çka. Hadi më
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم.
mëshirëbërësi. Assalamu alaikum. Paqja qoftë mbi ju, vëllezër dhe motra. I nderuar mufti i Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërnava me bashkëpunëtor. I nderuar drejtori i medreses Alaudin Jakub Efendi Çunaku. Të nderuar vëllezër dhe motra. Assalamu alaikum, paqja qoftë mbi ju. Paqja qoftë mbi ty, o i dërguari i Allahut. Njeriu është vepër madhështore e Allahut, na tha pejgamberi ynë në hutbën e optimisë. Ai që u blangos për ne më shumë se për veten e tij. Ai që na desh ne më shumë se sa desh vetveten. Ai që nuk pushoi asnjëherë së luturi për ne. Ai që u mërzit për ne. Paqja qoftë mbi ty, o i dërguari i Allahut. Vëllezër dhe motra, jam këtu para jush që me rastin e ditëlindjes së pejgamberit tonë të dashur, Muhammedit alayhis salam, të ju uroj ju dhe të gjithë besimtarët anë kënd Ruzilis. Për njeriu më madhështor që Zoti dërgoi ndër ne, për kryefjalin e madhështisë, pejgamberin tonë të dashur, Muhammed Mustafa alayhis salam. Fjalët dhe veprat e të cilit janë morfologjia e jetës sonë. O besim drejt, dijeni dhe mos harroni se të gjithë muslimanët janë vëllezër. O musliman, kujdesuni, duhuni dhe ndihmohuni në mesvejtës. Kur mos e shkelni nderin dhe të drejtën e dikujt. Mos i bëni dhunë vetes. O besim drejt, flisni gjithnjë të vërtetën. Drejtësia është motra dhe çmërisë. Prandaj edhe sot, këtu të gjithë së bashku dëshmojmë për ty, ja Resulullah, se jemi me tyt. Të dashur vëllezër dhe motra, ftoj para jush muftin e Kosovës, Naim Efendi Tërnavën për një fjalë rasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nderuar drejtor, Zoti Jakub Çunaku, nderuar drejtar i Kullandit, Amin Sinani, nderuar dekan, Faruk Rexhepi, nderuar përfaqësues i Dianetit Turqisë, këto që në ka arë tashmë ka 10 ditë, mushaviri nga Turqia në pra ambasadës Turqisë në Kosovë në Sabriu, nderuar bashkëpunëtor, profesoresha, ju nxënës, mysafir, që jeni sante këtu vëllezër e motra. Me modestin më të thjeshtë. Jo unë, por nuk ka njeri në botë që mund të thotë më shumë se që thanë këta dy nxënës tash. Ne mund të themi fjalë të mbaja, por atë që e thanë këta është bazamenti, është themeli, është parimi i fesë sonë islamet të shajtë. E thanë se ai neve në dashën më shumë që ne e duam atë. Ai nuk pushoi asnjëherë të lutet për ne. Ai nuk pushon edhe ditën e gjykimit që të lutet për umetin e vet. Që Zoti Xheleshanu ta falë, atë dhe ta gratoj me të mirat e tij. Ndaj, më lejoni që në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, të uroj për ditëlindjen e Muhammed Mustafas, të uroj për ditëlindjen e njeriut më të dashur, më të respektuar mbi sipërfaqen e tokës, për pejgamberin e fundit Khatamul Anbiya'i wal Mursalin. Të uroj festën e flamur 28 nëntor. Të uroj suksese në mësime, dhe të falenderoj personelin e medresesë, në krye me drejtorin, për punën tyre madhore që janë duke bërë në vazhdimsi, që medreseja e sigur të hapron me hapa, të sigur ka armeria si. Rikujtimi i ditëlindjes Muhammedit alayhis salam është obligim, është detyrë.
Asnjëherë nuk kemi thënë se është ibadet. Është detyrë, është obligim, është kënaqësi, është motivim, fuqizim që ne të punojmë edhe më tutje të shtyrë nga dashuria dhe respekti që kemi ndaj Muhamedit alayhis salam dhe familjes së tij. Shtymë edhe më proceset ka njarëme edhe më mbarë për ummetin e Muhamedit alayhis salam, në veçanti për besimtarët e këtij nënqielli kaq të bukur, të kësaj toke kaq të bukur që ka falë Allahu xhaleshanuhu pra trojet tone etnike shqiptare që deci me haprojnë sigur ka ardhme atë jonë më e mirë, më e begatshme dhe shumë më domethënëse. Ndaj ditën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, rikujtimi i tij dhe aktivitetet ndryshme në raporte dhe me 28 nëntorin që simbolizon pavarësinë e Shqipërisë, ku themeluat pra ata cilët shpallen pavarësinë vitin 1912, dihet se kush ishin pavionet historik. Megjithatë besimi edhe në lidhjen shqiptare të Prizrenit, edhe në shpalljen e pavarësisë, mund të themi se besimi pati rolin kyç, se imamët dhe xhallarët luajtën rolin kyç si në lidhjen shqiptare të Prizrenit, asaj të fejës, shpalljen e pavarësisë e shumë tubime të shumta pra të karaktereve të ndryshme madhore para të dhejnë tonë, para armërin e popullit tonë, u organizuan dhe udhëheqen nga koka shumë të ngritura e titula të kontit tonë nga imam të ndershëm e të respektueshëm. Unë ka dashur të markohem më tepër duke lënë vend se më duket për imam e ka një ligjëratë kështu, atë fokusin sante këtu, megjithatë më lejoni që edhe një herë të uroj dhe tani në veten krenar, që jeni besimtar, që jeni shqiptar, që jetonin trojet tona, që i thoni vetit se vërtet me kranin më të madhe i përkasim këtij besimi. E ngritim kokën lart dhe me një zë tepër të lartë, themi se ne jemi besimtarë besimit islam. Dhe kështu të unik bashkarisht do të ecim para. Nuk ka fuqi që mund të na ndajë. Nuk ka kush të na del para. Nga se e dim qëllimin, e dim rrugën, kemi qartë vizionin se ka duhet jam marrë. Zoti na shpërblet me të mirat e tij. Wassalamu alaikum. E falenderoj Muftion Tërnava për fjalët e ngrohta e plot urti. Në vazhdim, e ftoj një Koçilin, drejtorin e medresesë, Jakub Ndej Gjunakon, që të përshëndas këtë takim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet i takojnë Allahut që i ka shmir i gatën dhe i ka shoq, kurse salavatet tona ja të dedikojmë pejgamberit tonë të fundit Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve dhe të gjithë besimtarët të cilët ndjekin dhe afrojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nderuari mufti i Republikës së Kosovës në bashkëpunëtor, nderuari kryetari i Kuvendit të Bashkisë Islame, nderuari dekan i Fakultetit të Studive Islame në Prishtinë, nderuari këshilltar i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, nderuar përfaqësues nga Drejtoria Komunale e Arsimit, nderuari përfaqësues mushaver i Zyrës së Dianetit në Prishtinë, të respektuar përfaqësues nga Konvencioni Haag të politika në Prishtinë, nderuar përfaqësues nga komuniteti i largës tonë të medresesë, na kanë bërë shumë leçe në sot duke nisur nga përfaqësues e ambulantës, të cilët shpesh din pilot me dhënë zatan, një ashtu ata që kujdesen për sigurinë tonë, stacionin në Kavë të në
kodrën e trima numër 3 në kodrën e trimave, të nderuar miq, dashamir, mbështetës moralisht, materialisht për shkollën tonë, vëllezër dhe motra, në doni që të gjithëve që përshëndes në Assalamu alaikum, dhe të uroj të gjithëve një se ardhje në shtëpinë tonë dhe të tuaj. Për ty, dashni pa fund, ja Rasulullah, o më dhe. Janë dy fjalë që kanë kuptimin shumë të madh për faktin që edhe ana shpirtërore, po dhe materiale ndërtohen me këto dy kuptime. Andaj, në rrafshin etik njerëzor, Muhamedi alayhi salam është kreu i të gjitha vlerave. Allahu ka kushtzuar dashurinë e tij me pasimin ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam, ku Allahu ka thënë: thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë e jani pas meje që Allahu të do juve. Një poet ku shkron një poezi rreth Muhamedit alayhi salam, ai e përmbylli në tonë me këtë komentim. Nëse kam lavdruar Muhamedit alayhi salam me poezinë time, mirë po në fakt i kam shtuar edhe më shumë vlerë poezisë time. Çdo gjë që flitet, diskutohet për Muhamedin, ja pesh dhe rëndësi edhe më të madhe. Andaj, edhe këtë problem i stëpën, i pyeni bashkërisht me juve, kërë fjala kur është Muhamedi alayhi salam, dhe çështja e fesës së kanurit japin kuptim dhe peshë edhe më të madhe. Andaj ky pejgamber, Muhamedi alayhi salam, na ka mësuar që dashuria ndaj adhret është pjesë e besimit. Ndaj patriotizmi i sinqert është një kërkesë e Islamit, që të kesh dashuri të vërtetë ndaj Zotit edhe ndaj Islamit, kërkon që të kesh dashuri edhe ndaj adhret. A dhe dashuria është një ndjenjë e pastër shpirtërore, që gjendet tellë në natyrën e çdo njeriu. Vendi ku lind, ku i hap syt, ku lodh në dhejën e tij. Rritesh nga ushqimet që ndjerën nga ai dhejë. Kalon stinet e jetës bashkë me ato të vendit. Për të ai bëhet sinona dhe natyrisht dashuria ndaj tij shkrihet në gjakun e tij. Nëse atë dashuria shfaqet në formën e duhur njeriu, ai mund të kultivojë tek ai njeriu vlera dhe virtyte të larta, e të kontribuojë për mbarsinë jo vetëm të kombit, por për gjithë njerëzimin. Këtë dashuri ndaj Muhamedit alayhi salam dhe ndaj adhëut na kanë përcjell babë e nonë, gjyshi tanë, e të pare tanë, e në veçanti ririndasi tanë. Të jesh fetar të mirë, do të thotë të jesh edhe adhvetar i mirë, të respektuar vëllezër e motra. Duke mos dashur të zgjasë shumë, do doja që secilin prej jush sonte të falenderoj për kohën që keni gjetë, keni bashkërisht me neve. Por jo vetëm për këtë që keni bërë, por jam shumë i njëjtë në emër të institucionit, të kolegëve të mi, të nxënësve tonë, për mbështetjen e pakursyer të juaja, për dua dhe lutjet e sinqerta që japni në drejtim të shkollës tonë. Andaj, çdo sukses qoftë edhe i vogël i shkollës tonë, jeni pjesë përbërëse e atij suksesit me ndihmësen për krahjen edhe morale edhe materiale. E në veçantë do të falenderoj për imamin që ka gjetur kohë që sonte të vjen të shpalos para nesh disa prej këshillave nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe të gjithë ata nxënësit që sado që do të shihin nga programi është punë e bërë nga vetëm ata nxënësit. Andaj faleminderit edhe për nxënësit, edhe për kolegët e mi dhe për gjithë stafin, dhe ne ju falenderoj të gjithëve. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Falenderojmë drejtorin Jakob Ahmedi Çnaku për fjalët e tij. Tubimin tonë po e begaton edhe më prezenca e kryemamit të Republikës së Kosovës, Sabir Efendi Bajkora. E fton të na rikujtoj disa momente nga jeta e pejgamberit tonë, Muhamedit alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nderuari mbështetëri i Ligës Kosovës dhe bashkëpunëtor, nderuari drejtori i Medresës së Bashkëpunëtor, nderuari deputatë, nderuari kryetarë komitet, të nderuar mysafirë nga Janetit, të nderuar pasues të Ministrisë së Arsimit, të nderuar mysafirë, vëllezër e motra. S'ka dyshim se sa herë që vjen data 12 Rabiul Awwal, shpirtët dhe zemrat tona pulsojnë me dashurinë ndaj krijesës që Allahu xhël shanu e dërgoi rahmeten lil alamin, mëshirë për mbar botë. Andaj është kënaqësi e veçantë që edhe populli shqiptar, duke qenë pjesë e trungut të përgjithshëm të ummetit islam, i bashkëngjitet kësaj feste, këtij gëzimi të madh, gëzimit për lindjen e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Sado që të përpiqemi të zgjedhim fjalë, të flasim me fjalët më të mëdha për këtë dërguar të Allahut, ne nuk të arrijmë të shprehim madhështinë që meriton i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por sigurisht që ajetet kuranore e shpërfaqin në tërë dimensionin e tyre këtë personalitet kaq kompleksiv, siç është pejgamberi i Zotit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhalla shanuhu thot: Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. O i dërguar, ne të dërguam ty dëshmues për gjitha ummetet dhe gjithë pejgamberët. Wa mubashiran wa nadhira, të dërguam përgëzues të tërheqës të vërejtjes. Wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira, dhe thirrës në rrugën e Allahut me lejen e tij dhe dishtarën besues. Pra janë këto disa nga epitetet që Allahu xhalla shanuhu e quajti të dërguar në vetë. E dërgoi këtë dërguar në momentet më kritike për botën atëhershme. Atëherë kur siç përshkruajnë dietarët e kohës, kur në këtë tokë kishin filluar të zhdukeshin apo të kthikeshin shkëndijllat e vetme të mëndëritur në përbotë. Kur bota ishte në një ignorancë dhe tërë të paditorisë, atëherë Allahu xhalla shanuhu dëshiroi që t'i ndriçonte ditët dhe netët e kësaj toke dhe errët me dritën e pejgamberisë, e dërgoi pishtarë ndriçues, e dërgoi njeriu rahmeten lil alamin, mëshirë për krejt botën, e dërgoi njeriu dhe të dërguar një vetë për cilin u gëzuan banorët e qiellit dhe të tokës. Dhe që të mos gëzohen, kur i dërguar e Allahut ishte rahmeten muhda, ishte mëshirë e dhuruar. Dhe vërtet i dërguar e Allahut dha shembullin më të mirë, më të përkryer, duke qenë shëmbëltyr për sjelljet tona, që ne të përpiqemi që jetën tonë ta ndërtojmë në shëmbëllim të praktikës së tij të vërtetuar. Dhe nga çdo këndvështrim që t'i qasim i jetës dhe biografisë e tij, do të shohim sjellje dhe marrëdhënie të përkryer. Dhe nuk është çudi, sepse kur është pyetur Hazreti Aisha për të, thotë morali i tij ishte Kur'ani. Morali i tij ishte fjala e Allahut. E fjala e Allahut është fjalë e krijues të kësaj ekzistence dhe vetë ai diti si ta edukonte këtë pejgamber që siç e tha drejtori, emrin e tij e bashkoi me emrin e vet dhe bëri simbol të njëshmërisë islame. Andaj edhe dyert e xhenetit kur do të hapen
do ta kenë emrin e Allahut dhe emrin e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm muslimanët, por edhe jo muslimanët janë dorëzuar dhe janë përfulur për para veprës dhe shëmbëtyrës së tij. Shpesh gjatë historisë në mësuar të lexojmë zëra, thirrje të urrejtjes ndaj këtij pejgamberit të mëshirës. Por megjithatë, herët apo vonë, njerëzit që megjithatë kanë pas një pikë ndërgjegje janë përfulur para veprës dhe madhështisë së fjalëve të tij. Andaj, atëherë kur ky me veprat e tij, një grup beduinësh të pa shkollë, të pa udhëzuar, arriti t'i bashkonte dhe për 20 vjet arriti të themelonte një shtet aq të fuqishëm që për një kohë shumë të shkurtër do të arrinte të përshtonte dy perandorit më të mëdha të kohës, perandorin romake dhe perandorin persiane. Dhe besoni, muslimanët nuk e bën gjithmonë këtë duke pushtuar territorin në anë të shpatës, por këtë e bën duke pushtuar zemrat e njerëzve me dashurinë dhe besimin e pastër në një Zot. Andaj, sot nuk rastësisht Indonezia, që është shteti më i largët islam, është shteti më i madh musliman, në cilin asnjëherë nuk ka shkel kur këmbë ushtarët musliman. Kjo do thotë se ky ishte vetë vërtet sultan i zemrave, pushtues i zemrave, me qëndërsinë, me fjalën e tij të pastër e të lartë, sepse ajo fjalë buronte nga dashuria e madhe që kishte për ta udhëzuar njerëzimin. Na janë të njohura fjalët e poetit më të madh islam, Hasan ibn Thabitit, i cili në të gjallë të pejgamberit thuaj poezi që mbetën të pavdekshme. Do ta citoj vetëm një strofë të kësaj poezie, sa për na skalitur në mendjet tona këtë dashuri që duhet ta ushqejmë për të dërguar në Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kur ai thotë: më të bukur se ty s'kam parë kur sytë e mi. Më të mirë nuk ka lindë nanë në këtë botë ndonjë fëmijë. Ti ka ardhur në këtë botë, ja Rasulullah, pa asnjë të netë. Sigur se më u kriju sikur me pas dashur vetë. Prandaj është vështirë që ne të themi diçka më tepër se këto fjalë, këto poezi që dritërojnë zemrat tona, që neve na shtyn edhe më tej të rifreskojmë vëmendjen tonë me këtë histori aq të bukur të pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Dhe ne muslimanët nga ndonjëherë jemi të prirë që këtë biografi ta studiojmë vetëm nga ana e çështjeve luftarake të betejave të tij. Dietarët flasin për betejën e Bedrit, të Uhudit, të Hendekut, të Tebukit. Por ndoshta e lënë më një segment shumë tjetër, atë të pushtimit të zemrave me fjalën dhe respektin e tij ndaj njerëzve të përgjithësi. Ai dha shembull më të mirë se si duhet të jetë një burr shteti, si duhet të jetë një shok dhe një mik, si duhet të jetë një bashkëshor besnik, si duhet të jetë një baba, si duhet të jetë një gjysh, dhe përgjithësisht do të jetë një musliman i vërtetë. Andaj është rrugës që gjatë këtij muaji të bekuar, kur ne përkujtojmë pjesë, fragmente nga biografia e tij ndryshme, të kuptojmë se fjalët e tij ishin gjevahire, ishin margaritare. Sepse ai wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai kur nuk fliste nga mendja e tij, përveç se me shpallje nga ana e Allahut, krijues të botës. Andaj, edhe ne si besimtarë të vërtetë, duke e ndjerë thellësisht në shpirt mangësinë dhe dobësinë tonë, është e udhës që t'i bashkangjitemi përshëndetjeve, selameve
që Allahu dhe melekët e tij ja drejtojnë këtij pejgamberit të mëshirës kur thotë Allahu xhalla shanuhu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. O ju besimtarë, me të vërtetë Allahu dhe melekët e tij e përshëndetin me selam këtë të dërguar të Zotit. Andaj edhe ju mos hezitoni në një formë, po përshëndetni atë me selam duke qenë të vetëdijshëm se është i dërguar Allahut dhe mëshira e tij. Për fund, do ta përmendojmë me një hadith që transmetohet nga Hazreti Aisha për ta parë butësinë dhe mëshurinë, ngrohtësinë dhe dashurinë që ky dërguar e pati për umetin e tij. Hazreti Aisha tregon e thotë: e pash një ditë Resulullah sallallahu alaihi wasallam duke hyrë në shtëpi me fytyrë të buzëqeshur. Dhe thash vetë me vete, ta los të dërguar që të lutet për mua. Dhe i thash: ja Resulullah, ud'u Allah li. O i dërguar e Allahut, i lutet Zotin për mua. I dërguar e Allahut tha: Allahumma ighfir li Aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. O Zot, fale Aishën, fale gabimet e saj që ka bërë në të kaluarën dhe ato që mund t'i bëjë në të ardhmen. Fale gabimet që ka bërë hapëzi dhe fshehurazi. Dhe në këtë moment do të Aisha, nga gëzimi, më përvull koka ime drejsa e prekat gjojnë të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ai më tha: e jasur për këtë duaja Aisha, o kënaqi nga këtë duaj nga Aisha? Aisha tha: po si të më të gëzon më i dërguar e Allahut, kur e di se duaja jote kur nuk këndvehet për vetëm braf me madhi Zot. Atëherë i dërguar e Allahut tha: wallahi ja Aisha, betohem në Allah në Aisha, se kjo është duaja që unë e bëj për umetin tim në çdo namaz, çdo kohë namazit. Prandaj vëllezër dhe motra, duke qenë të vetëdijshëm për këtë dëmshuri të pejgamberit tonë ndaj nesh, i cili edhe në momentin e vdekjes së tij i tha dy fjalë: as-salatu dhe ummeti. Pra, ishte lutja e tij e fundit duke lënë shpirtin, duke dhënë shpirtin Allahu xhalla shanuhu, o lut për umetin. Andaj të mos bëhemi koprac, të mos bëhemi tahmaqar, të mos bëhemi do shtrënguar, por të themi të gjithë së bashku në çdo moment kur ne në këtë rasti të bijmë salavat mbi këtë dërguar të Allahut, sepse ai ka thënë: koprac është ai njeri që në një vend ku përmendet emri nuk bën salavat. Andaj le të përpiqemi që ne ta meritojmë shefatin në mirësinë e tij duke rënë salavat, ashtu siç ka salavat Allahu xhalla shanu dhe melekët e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderojmë kryemomen e Bashkisë Islame të Kosovës për ligjëratën dhe mesazhet me vlerë që na i dha. Në vazhdim, ky program i vini do ju shoqëroj me disa pika artistike. Me ilahim për pejgamberin alayhis salam, e ftojmë në skenë korin e vajzave të medresesë Alauti. تدرون كم الأجر التي نكون يوما على المصطفى الهادي تصلون. تدرون بالنار جبريل يصلون. صلوا عليه السلام قد ما تحبون. مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. لما
اسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه لما تيجي سيرة النبي تبدأها بالصلاة عليه اللهم صل عليه صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة يا ربي بجاه النبي أزل الأمة يا ربي بجاه النبي أزل الأمة يا حبيب الله يا نبي الله يا ولي الله يا رسول الله يا حبيب الله 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 يا نبي الله 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 يا ولي الله 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 يا رسول الله صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Vojzave për paraqitjen e tyre. Për jetën dhe veprin e pejgamberit tonë Muhammed alayhis salam kanë shkruar studiues, historian, shkrimtarë dhe të shumë. Ti o Muhammed ndriçuat shkollor. Për të mirë na mësuat shkollor. Për ty po këndoj nga se kam dëshirë për misionin tënd, po aq të vështirë. Janë këto ca vargje me të cilat do të paraqiten grupi i recitatorëve të shkollës tonë. Ftojmë ata që të sjellin para jush këto vargje poetike rreth jetës dhe veprës së Muhamedit alayhis salam. Në tokë prore kërkoja që ty në desponat. Një bërshpërim në shpirë se s'më klithi, e ndjeja afer më qëtësën të shdoherë, po të ekte fluturimësi, malli për ty s'do më shuaj asnjëherë. Në rrugë të jetës i përbëllitur aromë të këndshme në hatja prore, këmba këmbës pas te e dhia që të fitore në shirë në shumë. E sa herë në këtu jam rëzu, por me shpirë të fortë u ngrisha përsëri. Nuk kuptoja pse dhimbjes ndjeja, ndoshta me heshti më shëronta. E kush hapa tu i ndoqi, a i për vetën zoti shpëtimi. Se në këtë botë njeriu më shumë t'i hoqi, për një nur që do t'jellë guzime. Sa më lartë prej teje gjendem, aq më pak shpirti më gjemë freski. Po rruga jetës që ti trasove, gjithë një më falë preje e qëtësi. Fjallë prej teje një kur s'dëgjua, sa kohë e gjatë që në ndonë me ty, por në hijet të tyre u strehuam, të strukur fort në ndijen. E
emrin tënë, posa të gjuam, të shtangur mbetëm në mahni. Në shpirt të lartit ju përgjëruam, mos në ndaj Zot për imetit ti. Gjurmë të tua, oj dërguar, në rrugë të Zotit në shtyre. Se ty të zgjodhi Perëndia, ta udhëzosh Se të ka malë të madhë, andaj lapsin morë, është mëkat për ty të mos shkruajtë. Për ty që zolle dritë në kulluar, goja ju të ëmbël me numër gatuar. Lindi krishtar në kurrë tjetër. Në rërën e Mekës, nga dielli i djegur. Në vendin e thatë, tokë pjellore zoli. Aq ngrohtë e ëmbël zemrat në mbështetit. Një fjalim mjyti, ati për t'jesh, se fjallet të tua si ishin thjesht mahi. Ishin fjallë hynore, nga i madhi Zot. Ishin shumë ndërkohë, e janë edhe sot. Falë Zotit në këtë botë që të ka dërguar. Gjuha jote ëmbël, wahi të ke kënduar. Ti kur flisje fjala jote i shpekim, ti i ëmbël, ti i dashur, pejgamberi. Ti punove, udhëtove, mendove. Ti ndihmove, më shirove, udhëzove. Meditove shumë qartë edhe quar. I vetë mua, Zotin duke adhuruar. E një natë, në shpellë të qëndruar, i shfaqet Gjibrili, i thot për të lexuar. Lexo, me emrin e Zotit Bismik, se nga sot shpallë, pejgamber Bismik. Lexo, në emrin e Zotit që krijon. Me leku Gjibril nga dal i kumëton. Lexo Muhammed, o ti i dërguar, pejgamber dhe Zotit je obdiguar. Nuk ndalove pas shka se i kërcënuar, ditë e natë pas të këdruar. Shpëtove njerëzimin, ti u shëmbulltyr, ty Zotit për ne të dërgoj mëshirë. Ti o Muhammed, ndërqyrës shkollor. Për të mirë në mësove, mësues shkollor. Për ty po këndoj nga se kam dëshirë. Misionin tënë është vështirë. Se ty o Mustafa, mbreti të nështru. Dora jote ujin që dhuroj si kru. Shëmbëll ty fisnike, mbete përjetësisht. Dhe misionin tënd e përmbushë plotësisht. Falenderojmë recituesit për interpretimin e tyre dhe nxënësve ju urojmë suksese. Sot e kujtojmë të dërguarin tonë Muhammedin a.s. Lindja e tij ishte mëshira e Allahut për ne. Ai ishte mëshirë për marrë njësim, rahmeten lil alamin. Në vazhdim do të ndjekim disa prej veçorive të pejgamberit tonë të dashur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj do të dëgjojmë një poezi të cilën do të paraqes nxënësi ynë Miran Sheko. Ftojmë në skenë. Ishte krijuar me një moral të bukur. Ishte njeri i vërtetshëm. Ai i respektonte plotësisht urdhrat e Allahut të madhëruar. Në zbatimin e urave të Zotit ishte tepër i kujdesshëm. Drejtësinë e merrte gjithmonë për fare. Ishte i sinqert në besim, në adhurim, në sjellje e veprime me njerëz. Gjithherë fitonte vetëm nga gjërat e mira, kur nuk e tepronte.
vishej dhe jeton të thjesht. Pastërtia për të Duke punuar me vjersën e ballit. Hamte dhe flinte pak. Nuk fliste kur s'duhej. Kur fliste, gjithmonë thoshte fjalë të mira të dobishme. Ushqimin e fillonte me emrin e Allahut dhe përfundonte duke falendëruar dhe lavdëruar atë. Nuk gjente thëmejta në ushqim. Nuk e kalon të kohën kot, kohë nuk i në përkëm të punët e popullit. Njerëzit i donte, i respektonte dhe me ta sillej vazhdimisht mirë. Ishte i sinqert, pëtyrqeshur dhe fjalë ëmbël. Ai nuk sheshte me të madhe, por vetëm buzëqeshte. Të priste fjalën të tjerëve kur flisnin, por i dëgjonte gjerë në fund. S'fliste me zë të lartë. Vizitorit i priste buzëqeshur e me delikatesë, i kostiste dhe po ashti për cilëve. Kur ulej mes shokëve, Polemik me kënd, nuk kritikante, nuk shante dhe nuk hynte. Tregonte respekt për nderin dhe dignitetin e njerëzve. Kur nuk kërkonte të dinte kometat dhe mangësitë e të tjerëve, e as për të fshehtat e tyre, nuk përfliste askënd. Kishte me vëri dhe urrejtje për gënjeshtrën dhe gënjeshtarët. Në çdo punë bante si vajzën të drejtën dhe drejtësinë. Kur me të silleshin vrazhit, apo kur e flenin, nuk kundërpërgjigjej. Tregohej i durueshëm dhe i qetë. Kur në jetën e tij nuk pati trajtuar keq ndonjë njeri apo kafsh. I falte të gjithë ata që i vënin keq. Kujdesej vazhdimisht për të varfrit, të vetullarit, bonjakët, sklavërit, shërbëtorët e të doptit, si dhe merrte pjesë në gëzimet dhe hidhërimet e njerëzve. Pejgamberi ishte shumë bujor. Ai që i kërkonte diçka, në sa të kishte mundësi nuk e kthente prapë. Edhe në kohën e mungesës përpiqej të ushqente të rrugë. Falenderojmë Zëmesin për këtë interpretim të bukur. Ftojmë tani kurën e djemve që të përgatojnë këtë pemë me zërat e tyre të mrekullueshme.
Ya ilahi Mustaban preljes veçin Saj duaje Thoni gjithjo amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Sillul jammeres si vladi mëngjes Sillul jammeres si vladi mëngjes Erdhe me bekim jo pejgamberim Erdhe me bekim o i dashurim Gjithë zemrat na i gëzohen Kushe me sevda Kurban tu bafsha Ja Rasul Allah Gjithë zemrat na i gëzohen Kushe me sevda Kurban tu bafsha Ja Rasul Allah Si jeni kur nxeh sinata pare Si dieli kur nxeh sinata pare Na zonë këdin Rahmet për gjithë njerëzin Na zonë këdin Rahmet për gjithë njerëzin Gjithë zemrat na i gëzove Bushe me sevda Kurban tu bafsha Ja Rasul Allah Gjithë zemrat na i gëzove Bushe me sevda Kurban tu bafsha Ja Rasul Allah Allahum t'kan ngrit të dhash do hyrtyt Allahu t'kan ngrit të dhash do hyrtyt Krenohem zodi Unë që jam me tit Krenohem zodi Unë që jam me tit Gjithë zemrat na i gëzove Bushe me sevda Kurban tu bafsha Ja Rasul Allah Gjithë zemrat na i gëzove Bushe me sevda Kurban tu bafsha
Nëntorit për ne është muaj e festave. Bashkë me ditën e shkollës, në nëntor ne festojmë edhe ditën e flamut. Njësë për të nëntor. Mori bi, moj si pranvera, pashnja djel e pashnja të hanë, pashnja të zot që këthjel e vranë. Ndipto zot, që halë ka zonë. Janë këto ca vargje të shkëputura nga poema, gruaja shqiptare, të cilën do të interpretojnë nxënëset Aurora Liu dhe nxënësja Leila Krasniqi. Rezja ndër bajama, të bin e vetë, shto e vete ama. Qke moj bi, që t'jane fshan, e vetat vran. Kjava shumë mori ju nana, ty i qëndis mradil pana. Mradil pana në baltue, e jam ullë tash me kërkue. Po qka kim që lotin zori? Ku ke zori, apo drunës një herlis, qyste kjanë të i qenis. Pa shananën, s'mund bari që të ndezët viajari. Nuk është gja me i nanë, s'është gja, por po të them se këtë s'jam vra. Diqka vilon këtë qerë dhe zanash, vilon dashni si bia nanash. Nanë, dashni jam kamulis, andaj kjaje të i qëndis. Tu thot goja veç po tu, a ka që shpejti një të gu? Pa një gjoj bi për cuna, se po bone një herë e cuna. Bone të baba të ndojnë din, nuk e pështim, do veqa njërë. Jam shqiptare, e bi shqiptari. Ato fjallë në së mund t'i mbaj, s'ke me mpaj ato i dal nder. Pse kujtan, as m'ke për nder? As më i na nuk jam herlis, veç pse kjaje të i qëndis. Poli moj bi, mos të mletë ndër gripa, tash me m'diktu, pse zemra pesh të shqu? Nan, tashni jam kamulis, andaj kjaje të i qëndis. Mori bi, moj si pranvera, posh një djel e posh një t'hanë, m'dik to sot, së kol ke zonë. Po qëfar sot bolit të më i nanë? Thash më i thash se s'man ban nera, s'man ban shpia, s'man ban dera. Si kam dhan një fjallë kërkujt, po pëtëm po mbes zotit, ty të fjallët me të dëgju, se kam dërmend me më largu. Zemrën dysh, jo s'mund të ndaj, mlerë qëndisi, mlerë të kjaj. Përnan, dashni jam kamulis, andaj kjaje të i qëndis. Kalun dit e kalun net, vajta më me gojë nuk po flet. Me gojë s'fletin është mu, rate mira të i lëmbu, lingon keq në të shtroje deket, e shpesh paket edhe meket. Këtyra saj por si flok bore, ndash gjithmonë si shumë prej dore. Po që nise tu i punu, shepër durën sa është maru, e shikon atë në malë, edhe e pur dhe bërë balë. Morin gratë, a një menë zdo me m'ditu, pse zemra pesh të shqu? Nan, dashni jam kamulis, kjava mjafto të i qëndis. Si pjoj tira ma nuk i zori, ndash gjithmonë prandore mori. Por dy dur, por si florini, mbi pëllkur vdekja janë ngrini. Ku nana kjanë me lot,
se që më gjetë më zezën sot, se gjetë zezën nanën këtë jelën në këtë hanë. Merë pëllurën që ka të e bia saj. Kish pas qenë flamur. Me këtë flamur ku që i zi, merë në lokja kështjel atë bi. Që pa njofti për të shkët, i shkribe që për Shqiprin. E janë ju bia, ju zonët marit, ju që kjani deta i djarit, e përbys mbi këtë bujare, të nderoni bia shqiptare. Po që se si ju bi, rritet bashat Shqipri, në vend do shkojo t'jallat parve, se Shqipria është e shqiptarve. Lidhur i tokë, si boj shimotit, ato bijat e kastriotit, e broritni, në gaz, në vaj, rrov Shqipria dhe flamuri i saj. Si çdo herë që e begaton çdo tubim tonin, në vazhdim ftoj korin e djemve të shkollës sonë, të cilët do të na paraqiten me një kolazh. Ftojmë nxënësit në skenë. Shqipërinë e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Shqipërinë e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Mora fjarë, mora barkun, mora qarkun, me i thurkan pas legendarit ti këndoj, Adem Jasharit ti këndoj. E ti them se qaku i ti është me t'liria që ka në Kosovë e brigjet rinit kjo liri. Ja fladiti balin timit, ja fladit. Pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipëri, pa Shqipëri Kosovë nuk ka, bashkë të dyja bëjnë kala. Pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipëri, pa Shqipëri Kosovë nuk ka, bashkë të dyja bëjnë kala. Duke kujtuar porositë e fundit që na e la pejgamberi ynë alayhis salam, ju ftoj që për pak qaste ta kujtojmë atë dhe mesazhet që i na la. Dëgjoni si do t'ju them, se nuk e di a do t'i takojnë më në çdo vend pas këtij viti. O njerëz, fiksoni prej Zotit dhe respektojnë atë. Bëni të njerëzishëm dhe të drejtë ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve. Kjo dita faljes dhe tolerancës në emër të Allahut. Vërtet, gjaku juaj,
nderi juaj dhe pasuria juaj janë të shenjta, derisa të takoni me Krijuesin tuaj. Ashtu siç është e shenjtë edhe kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vend. Ruajeni, respektojni dhe nderojni vlerën e personalitetit dhe dignitetit njerëzor. Njeriu është krijesë madhështore e Allahut, dhe mirë ai që përçmon vlerën dhe dignitetin e krijesës Allahut. O njerëz, ju pashmangshëm do t'i ktheni Allahut të mëshirshëm, dhe ai do t'ju marrë në përgjegjësi për veprat dhe punën tuaj. O besim drejt, dini se ka përfunduar koha e derarencës dhe traditave të këqija, të cilat i kanë sjellë aq fatkeqësi gjumisë njerëzore. Prandaj, unë ju kam treguar rrugën e shpëtimit në të cilën edhe duhet ecni. Sandë që ju në dhënë emanet, ruajni si të tuajat, dhe ktheni ato besnikrisht dhe me kohë tek ata që ju përkasin. O besim drejt, gjakmarrja është e ndaluar, fajdeja dhe kamata janë të ndaluara. Falni kamatën boshtimit tuaj. Bindju në këshillën sime dhe pasuria juaj do të shtohet, sepse ju mbetet kryegjeja për tregti dhe punë të ndershme. O besim drejt, o njerëz, friksoni ditës që vërtet do të ri, ditës kur të gjithë do të paraqiteni para Allahut, gjykatësit të vetëm e suprem, ditës në të cilën ju pret drejtësia absolute. Respektojni farefisin, besnikrisht, për mbushni detyrat dhe obligimet familjare që ekzistojnë ndërmjet burrit e gruas, si dhe ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Xheneti është në këmbët e nënës. O besim drejt, largohuni nga katëresat dhe përgojimi. O besim drejt, kur të caktoni dhe të ndani ndërmjet vetë trashëgiminë, bëni të drejtë dhe përmbajni librin të Zotit. Ruajni pasurinë e të mirëve, të paaktëve dhe të marrëve. O besim drejt, dijeni dhe mos harroni se të gjithë muslimanët janë vëllezër. Ju jeni plotësisht të barabartë në të drejtat dhe detyrat. Arabi ndaj jo arabi, nuk ka kur fat për parësie. E kjo vlet edhe për të ziu ndaj të bardhit, apo për të bardhin ndaj të ziut, përveç në devotshmëri. Të gjithë jeni pas ars e Ademit, ndërsa Ademi e ka prej ardhen nga Eva. O musliman, kujdesuni, duajuni dhe ndihmoni mes vetë. Nuk u doni ta ofendoni njëri tjetrin, e as i grabisni diçka njëri tjetrin. Ky është mëkat tiranik. Merrni vetëm atë që jepet me dëshirë. Respektojni pacenueshmërinë e pasurive tuaja derisa e në frymën e ligjeve të Zotit. Islami dhe interesi përgjithshëm le të jenë mbi ju dhe mbi interesin tuaj. Jetën tuaj përkushtoja në Islamit dhe në punën për Islam jepni prej vetes gjithçka që mundeni. Kur e shkeni të drejtën dhe nderën e dikujt, mos i bëni problemes. Mos harroni se mëshira është një ndër bazat e Islamit. O njerëz, dëgjoni se ç'po ju them dhe mbajeni mend mirë. Po ju argët librin e Zotit Kur'ani, të cilin nëse i përmbaheni, gjithnjë do të ruaj që të mos e humbisni rrugën e drejtë, rrugën e drejtësisë dhe të së vërtetës. Kur'ani është libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtetë e Allahut dhe fjalë e tij, në vërtetësinë e së cilës nuk ka ndryshim. Para vetes e keni tërë jetën time, fjalët dhe veprat e mia. Gjithçka që kam folur dhe punuar janë përpjekur të jetë në përballëshmëri të plotë me urdhrat e Zotit të plotfuqishëm. Ju vërtet
nuk do të lajtikni nga vërteta, përderisa t'i përmbaheni Kur'anit, librit të Zotit dhe sunetit traditës time. Onës, pas meje nuk do të vimë lajmëtar tjetër nga Zoti, dhe pas jush, populli nuk do të ketë më pejgamber. Pra, bëni ibadet, besojni dhe adhurojeni Zotin, falni 5 namazet në kohë, agjeroni muajin e Ramazanit, jepeni zakatin me plot zemër, kryeni haxhin, si dhe respektojni urdhrat, kështu do të hyni në xhennetet e Zotit tuaj. O besim drejt, flisni gjithmonë të vërtetën e pastër. Udhëheqja asnjëherë të mos ju largojë nga rruga e drejtë. Drejtësia është motra e devotshmërisë. Friksoni Allahut, se ai i sheh veprimet tuaja. O njerëz, a e dëgjuar porosinë time? Pra, futeni atë në zemrën tuaj dhe praktikojeni në jetën tuaj. Të gjithë ata që dëgjuan fjalët e mia, le t'ua përcjellen atyre që nuk i kanë dëgjuar, se ndodh që ata i kuptojnë më mirë. Po ishin porositë të fundit Muhamedit alayhis salam. Drejtuar botës së mbarë, dhe pas këtyre këshillave sublime, ati ju shpallu ajeti i Zotit të lartë madhëruar. Sot, juve ju kam përsosur fenë tuaj, plotësova tonë time nda jush, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj. El-Maide, ajeti 3. Vëllezër dhe motra, me shpresë se keni kaluar çaste të mira në këtë ngjarje, ju falenderojmë përsërisht për prezencën tuaj. Dhe lutim Allahun e lartë madhëruar që t'ju ketë në mbrojtje. Me këtë rast, ju ftojmë për një koktejl raste, mirupafshim herave tjera.